Përshëndetje të dashur miq, së pari ju uroj mirësi pafundësisht, së dyti do jepja përgjigje disa komenteve, disa mesazheve të miqve të mi në YouTube, përse nuk merr pjesë në evente televizive, pse nuk bësh pjesë e medias, e të tjerë, e të tjerë. Tani, falë Zotit, përdesa kam YouTube-ën, Instagramin, Facebook-un, mua nuk më duket as pak normale të bëhem, si të thuash, lecka e dikujt që për hir dikujt që është pronari i televizionit ta them atë që nuk ma thot kjo këtu në krahëror, zemra. Pikrisht duke qenë se shumë artist e shoh se janë të detyruar, zemra ime nuk i akuzoj, por që janë të detyruar për të marrë rrogën, janë të detyruar të ulin kokën përballë pronarit. Mua nuk më duket e arsyeshme të ul kokën para askujt, nëse e vërteta nuk është ajo çka e thot pronari i televizionit, ose nëse ka një emision të pis në atë televizion, pse duhet të heshtur në ndaj atij emisioni që është shturje për rinin? Pikrisht e vërteta më bën që mos t'ja lejoj vetes kompromisin me të keqen. Sepse kompromisi me të keqen në të vërtet, në realitet, është një mëkat me vete, është një krim me vete. Kështu që ani pse ndoshta dikush më thonë, por që dejmë sot vetëm poezi ose ndonjë pjesë librash ke publiku ose ndonjë këngë. Më mirë me ndonjë poezi, me ndonjë pjesë libri dhe me ndonjë thënie të vlefshme për brezin dhe për brezat që vinë, se sa të bëhem palë ose pjesë, qoftë me heshtjen time, ndaj një X televizioni që thënë shpirtërisht nuk është se po promovon dobin, po promovon damin dhe po e bën damin përmes disa emisioneve jo të përshtatshme për rininë dhe për të gjitha moshat që ekzistojnë mbi sipërfaqen e tokës. Ju dua shumë.